Tabelat autobusëve urban të Shkupit ku shkruan se autobusi duhet të vijë për disa minuta, më shumë shërbejnë si dekor dhe hazhdojnë rrymë se sa për informim. Sipas qytetarëve, oraret nuk janë të sakta, pasi autobuset vonohen më shumë se gjysmë ore. Pritjet zgjasin edhe me orë nëse jeton në periferitë e Shkupit, thonë qytetarët, madje në disa fshatra sipas tyre, transporti publik nuk funksionon fare. Ja tani, kush e di se sa kohë do të pres për 19 apo 2? Në tabelë shkruan diçka që për 20 minuta, 16, por jo se di. Edhe në orën 13 kam caktuar termin në stomatolog. Pres më shumë se gjysmë ore, e sjellin tek njëshi dhe e kthejnë prap, e shoferët luajnë siç duan. Më lehtë është të kritikosh për diçka nuk është në rregull. Janë më të rrallë autobuset. Nuk dua të fajsoj, por nuk është diçka në rregull. Nga ndërmarrja e qarkullimit publik nuk ka përgjigje për kapacitetin aktual, por kryetari Orce Gjorgjievski në deklarat për Radio Europa e Lirë tha se transporti publik në Shkup momentalisht funksionon me rreth 180 autobus, 30 nga të cilët kanë qëndruar në garazhe për një kohë të gjatë dhe pas ardhjes së tij në detyrë janë riparuar dhe lëshuar në qarkullim. Kishte informat para disa ditësh se 150 autobus kanë qenë të vendosur në funksion dhe 30 të tjerë shtesë janë riparuar, të cilët qëndronin në garazhe periudhën e kaluar. Pra rreth 180 autobusët tanë si në QP, kemi të cilët qarkullojnë nëpër linjat e qytetit. Sipas Gjorgjievskit, gjendja me transportin publik në Shkup pritet të rregullohet me ardhjen në 100 autobuseve të rinj nga qeveria dhe 30 të tjerë nga BRT-ja.